Përshëndetje. Përshëndetje, mami. Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kam një të ftuar shumë speciale fare. Do jenë nga fillimi deri në fund të videos me mua. Siç e dini, kam nxjerr një esk në Instagram ku t'i bëni pyetje mamit për mua kur kam qenë e vogël. Edhe kanë ardhur shumë pyetje, kështu që mami sot e kemi të ftuar shumë speciale që do na japi të gjitha përgjigje se si kam qenë unë kur kam qenë e vogël. Menduam që ta xhiruam video në makinë sepse djali flet shumë mirë në makinë edhe kemi mundësi. Kështu që je gati? Gati. Do japësh përgjigje të sinqerta? Sinqert. Ashtu, mirë. Gati, ja filloj me mami. Okej, nga pyetja e parë. A ngjaj unë me Kian kur kam qenë bebe? Kur e shikoj fotografinë e Kijes dhe tendin që e ka, ju ngjani shumë. Nga ç'a ngjajm? Mua më duket sikur ngjan shumë me Stefan. Shikoj, po le një foto të Stefanit kur ka qenë fëmijë dhe për mendimin tim, shikoni Stefanin dhe keni parë Kianin me ndryshimin e syve, se syt të Kianit ka të mëdha. Syt po faqet, rumbullake, e shëndoshkë, është Kiani dhe qëpin. Okej, do le dhe një foton time aty që e kam qenë duke qarë se fotot e tjera i kam në Shqipëri, po mbase mund të shikoni mua dhe Stefani dhe të bëni një kombinim, një ide se si duket Kiani, plus që shumë shpejt do t'ja u tregojmë edhe Kianin. Përveç sytë që ka si të Stefani. Tjerat? Sytë ngjyrën po thua. Ngjyrës. Okej. Sepse mua më duket formën e ka të madhe. Si unë, se Stefani e ka si të perënduar sy'n kështu. Po, formën këtë ka pak këtë syrit, i ka si. Unë mendoj që i ngjaj Stefanin dhe në base dua që t'i ngjaj Stefanit sepse do i ngjaj njeriu që unë dua. Kujt të doj t'i gjaj, po. Ca gjëra i ka të tuat, diçka Stefani. Shumë shpejt do t'ja u tregojmë edhe Kianit se jemi shumë krenar, mirë, po akoma sot bëri një muaj, kështu që do t'i lëmë edhe pak kohë. Okej, mami thotë që ngjan me mua. Në rregull. Si ndihesh që u bëre gjyshe nga vajza, duke qenë se ishte diçka e shumë pritur? Ndihem shumë e lumtur, shumë e gëzuar. Jam shumë krenare. Pse e krenare? Dhe për djalin edhe rrugën që e bëra nuk mu duk fare. Erdhi vetë për me ziprisnja, ta shikonja, ta përqafonja. Është shumë i bukur, shumë i mirë. Ndije diçka shumë të ëmbël. Po si ndihesh për faktin që je bërë gjyshe nga unë, nga vajza? Ndihem shumë mirë. Nga djali jam bërë dyer edhe nga vajza jam shumë Është ndryshe kur bëhesh gjyshe nga djali dhe kur bëhesh gjyshe nga vajza? Si është si ndjesi? Ndjesi të dyja njësoj. Okay. Edhe nga djali është shumë mirë, edhe nga vajza është shumë mirë. Dhe sepse ishte një shtatzanin nga ty shumë pritur, ti kishe menduar që unë nuk do bëja kur fëmijë? Kështu kisha menduar. Pse? Se ju dini shumë shëtitje. E kishim mendjen për të dalë, për të udhëtuar në Shqipëri, jashtë këtë ande, thashun këta s'kan ndërmend të bëjnë fëmijë. Shqyr Zotit e bën një djalë jam shumë e lumtur. Shumë e lumtur. Tani mami thot bëhet edhe një vajzë. Unë po edhe një vajzë duhet, ë? Duhet një vajzë se kam shumë gjëra të bukura për vajza që gjej. Kam qarë unë shumë si bebe. Sa herë zgjohesha natën? Dhe kur ke filluar që të më trajnosh që ta bëj të dal jashtë në tualet edhe jo më në bebelin ose në lyre. Qa i thoshin atëherë? Qa kishit atëherë? Lyreck. Jo, lyre. Djep. Jo, ajo në vend të bebelinës çfarë përdorni? Piceta. Piceta e. Okej. Pyetja e para, kam qarë shumë si fëmijë. Dëgjoj, ti ishe një fëmijë shumë i urtë, që donje vetëm të pinje dhe flinje gjuhë. Pastaj kur sjoshe prap, ndroshe prap pinje flinje gjuhë. Kjo është shumë e urtë. Okej. Pyetja e dytë, sa herë zgjohesha natën? Natën zgjohesha 2 herë. Okej, për të pirë. Vetëm për të pirë. Nuk e se qaja pastaj duhet të më vërdallisje deri sa të Jo. Kur s'kishte edhe drite, neve e gjijim atë gorën. Pa drita se ishte edhe kohë e vështirë. Edhe pija gjuhë. Pija dhe flinja. Ja dhe Kiani po na zgjohet më duket. Kur kam filluar ta bëj pra kakën jo më në bebelin, po në tualet? Në 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë, bravo. Pas kam nisur shumë herët. Je që ke një mbështetje kaq të madhe nga Stefan thot. Postpartum ishte 1.5 vite. Po, unë e kam thënë shumë shpesh që forca ime më e madhe në këtë shtatzani dhe postpartum ka qenë burri im që më ka mbështetur dhe më mbështet çdo ditë.
Atëherë po na fillovi, jo. Kiani fle gjumë dhe është shumë, bën shumë zhurma kur fle gjumë. Po gjumë fle. Pyete mamin si ja bënin për qumshtin e gjirit atëherë. Domethënë, për shembull kur kishe shumë, thjesht prisje në dhimbje, se s'kishit pompa, s'kishit gjëra, si ja bënit atëherë? Nuk në dhimbje, kështu vetëm kur sjellsh fëmijë ta pi. As e shtrythim siç e vini juve për ta marrë qumshtin, asnjë. Shumë e vështirë ka qenë. Ti si ja keni dalë ama, ë? Kurse sot çdo gjë është kaq e thjeshtë. Sot është e thjeshtë të bësh të rrisësh fëmijë apo jo? Shumë e thjeshtë. Të paktën shumë herë më e thjeshtë se sa atëherë për t'i rritur. Është e vështirë se ka tani internet, ka makina, ka gjëra, janë gjëra më të rrezikshme, po ama për t'i rritur kemi kushte shumë më të mira. Rroba sa të duash, i ndërron, blen tira atëherë. Një pal, dy pal, aq. Pilani me dorë. S'kishte bebelina. Edhe bebelina t'i lanit me dorë. Po. Te kakë. I bëjmë faktikisht pe pambuku gjë. Pyetja tjetër është sa kile më ke lindur ti mua? Mund të kam lindur 3 kg gjys. 3,5 o 3,700 të mbaj amatun? 3,700 sikur ka qenë Ilda. Ilda, 3,700. Kam qenë dhe unë një beb, mashallah. Po më ke lindur shumë kollaj, ë? Po, më ke thënë për gjysmore, për gjysmore kam lindur librasht. Unë për 30 orë, mami për 30 minuta. Po. A je e kënaqur se si kujdesem unë për djalin? Si kujdesem unë për djalin? Ti kujdeses shumë mirë, se u ke qenë një nënë e mbaruar, se u ke rritur, nuk e di. Shumë fëmijë, ë? Shumë mirë. Çfarë vlerëson më shumë nga mënyra se si e rrisun djalin për shkak? Çfarë të bën përshtypje më shumë? Kujdesesh më shumë, e ndron më shpesh, e lan. Nuk e le djalin të qaj. Je shumë e kujdesshme për çdo gjë. Po. Domethënë kam kështu inshallah nuk më qan dhe përpiqem që t'ja gjej pse po qan. Pse po qan dhe i gjen mënyrën që ve në gjumë. Po, edhe po, ja kam mësuar se si ta ve në gjumë pa drama të mëdhaja. Po. Njëra më thot, po mami e Shtefana nuk ka qenë akoma sepse nuk e ke përmendur pas lindjes as dhuratat. Po, nuk ka qenë akoma, do vi me datë 6 nëntor. Nuk ka qenë sepse babi Shtefanit ka bërë një operacion shumë të vështirë dhe kishte nevojë për gruan e vet të shtëpia, por flasim çdo ditë pothuajse në kamer, fotot e djalit ja dërgoj, kështu që dhe mami Shtefanit është akoma në punë, është pak e vështirë që të vi, domethënë, kështu që po pres datën 6 nëntor dhe mezi më pritet, do miki një mami, do më vi një mami tjetër. Që nga dhe për mua, a ke qef të jesh sërish shtatzën, je super e mirë. Nëse do më pyesin sot për sot, nuk dua të jem më shtatzën, nuk dua të bëj fëmijë tjetër se jam me trauma nga lindja e parë, por mami thot që më duhet dhe një vajzë, sepse unë do isha shumë e mirë si një mamë vajze, do t'i përja flokët, o zoti i madh. Do argjoja dhe shumë lek për rroba për vajzën, do t'i merja vetëm rroba pa fund. Nëse më pyet pas 2-3 vitesh, mbase, por sot për sot di të them që as nuk e çoj ndërmend të jem prap shtatzën apo të shkoj në atë eksperiencë edhe një herë. Cili ushqim i bëja unaze kur isha e vogël? Çfarë nuk doja të haja? Dëgjoj. Ti deri në një vit mami të ka mbajtur vetëm me zi. Pastaj ushqimi më që e pëlqen shumë ishte makaronat. Makarona. Që të ulja unë atje dhe njërë me dorë, njërë me luk, janë gjitha. Njërë me dorë, njërë me luk. Mualebi të kësho nuk i çfarë nuk pëlqej? Çfarë është? Mualebia. Çfarë është mualebi? Kësho risi i shtypur me qumësht. A nuk e kisha qef? Jo. Edhe qepë, domethënë, mban mend Qepët, kur bante mami fasule dhe unë shikoja një qep, nuk e haja fare. Do ta grinje shumë, mos duksha. Imët ose ta shtypje që unë mos ta shikoja, le ti ishte aty. Kurse tani e ha qepën. Ishte problem kur rrite. Pyetja tjetër është, a kam qenë një bebi mbar në kuptimin e gjumit dhe të ushqyerjes? Një beb shumë i mbar, shumë i urtë, hanje, flinje. Dhe kam mbetur e mbarë. Dhe mbari edhe sot. Jam shumë krenare për ty. Si e kisha dhomën time të gjumit? Nuk kisha fare. Ku kishim dhoma gjumin e atëre? Sa dhom gjumi atje në kuzhinë kur në kuzhinë gatunim, aty bënje rregullonja çupën e vije në një krevatek, të bënje punë, s'kisha dhom gjumi. Jo, ne nuk kemi jetuar me kushtet që janë fëmijët sot, kanë dhoma gjumi, kanë komedina ndërrimi e ku dëgjom. Asgjë. Djepin e vinin më në dhomën e gjumit të prindërve. Ku ishim vetë që punonim? Ku ishim po, e merrnim në krah. E mbaj mend që e merrnim me gjithë fëmijët djepin në krah. Ti flije në krevatin, ku flije, unë flije edhe ti. Ku mi ke bler rrobat kur kam qenë e vogël? Dëgjoj, të shumtat i kam bër vet. Kam bler
copa pambuku, I kam prerë në një rroba qepsi, kam qepur me dorë anash. Pra më shumë I bënin vetë. I bëjmë vetë me dorë, çorabe, triko. Mami bënte edhe me grep, me edhe me shtiza bëje ti shumë. Të gjitha. Shumë rroba, domethënë shumë gjëra të bukura. I bëjmë vetë. Sa muajsh ose jashtë bëri Kiani, thot, njëra me jetë gjatë. Sot është fiks një muaj. 23 tetor. Nuk e di kur do publikohet videoja, po sot është fiks një muaj. A kam qenë një fëmijë bezdisur? E tham pra, kam qenë e mbar, nuk ka këtu bezdisje. Jo. Si që ke bezdisje, tëra punë ti bëj. Kur kam lindur, unë kam lindur në 2 shkurt, në darkë. Të vitin 1994. Po. Me kë kam qenë më e lidhur unë kur kam qenë fëmijë, me mamin apo me babin, dhe na tregon një histori rreth kësaj. Dëgjoj. Në fillim kur isha e vogël isha lidhur me mua, po më shumë isha lidhur me babin. Okej. Pse? Domethënë na tregon ndonjë moment ose ndonjë histori në ç'kuptimi kuptimi isha? Pse isha me babin? Mbase nga emri? Nga emri gjyshe se kishte emrin e mamas të tij, dhe ai të donte shumë, edhe ti ishe shumë e lidhur me atë. Dhe ai të blinte diçka më shumë. Se kishte në emrin e mamit të tij. Unë kisha gjithmonë 2 datëlindje. Kisha datëlindje në shkollë dhe datëlindje në 12 korrik dhe mbaj mend që babi më blinte gjithmonë në 12 korrik nga një dhuratë. Po. Që bëja edhe thosha unë, "Okej, kam datëlindjen e dytë." Bëj 2 datëlindje aty. Okej. Pyetjet e tjera dhe këto janë të bukura. A ka ndonjë histori nga lindja jote apo fëmijëria e hershme që prindrit e tu të tregojnë shpesh? Për mua, po mbaj mend një histori që ma tregon mami, që mami duhet të shkonte tek mami vet në fshat, edhe rruga ishte shumë e keqe. 2 orë përpjet. Po, 2 orë përpjet dhe na kanë marrë gomari dhe I kanë vendosur 2 kosha anash. Motra ime që ishte më e madhe ishte në një kosh dhe unë me vllajin që ishim më të vegjël dhe ishim pak a shumë sa pesha e motrës. Se ishit më 2 vjet. Po, dhe na kishim futur në koshin tjetër I gomarit dhe nuk e di dhe unë këtë moment, ose nga që ma kanë treguar shpesh, ose nuk e di, e kam sikur e përjetoj dhe sikur e kam në mendje edhe pse kam qenë e vogël, mbasa nuk e mbaj mend të mirë. Po më duket ma keni treguar shumë shpesh, kështu që kjo është ajo që mbaj mend. Rruga ishte shumë tapet dhe gomari vraponte dhe nëna ime vraponte pas gomarit mos sërzoshi. Po. Si ka ndryshuar mënyra si e shikon dashurinë që nga ajo ditë, dashurinë për jetën, për veten, për beben. Ke fjalën nga lindja. Mendoj që bashkë me Kianin ka lindur një version I ri I vetes time që unë nuk e dija që e kisha dhe mendoj që ndodh me çdo mam. Ne kur jemi pa u bërë mami themi, po si do ta di unë kur djali do të pi, kur djali do të flej, dhe ti thjesht lind si një njeri tjetër dhe I di gjërat që I do fëmia jot, domethënë dëshirat edhe nevojat që ka ai, që do të thotë unë tani jam po Wendy Nexibe, por jam një version më I plot I vetes time, sepse jam dhe një version plus Wendy që ishte grua, bashkëshorte, vajzë, bie, tani është Wendy që është nën plus. Kështu që kështu ka ndryshuar. Të gjitha I kryen shumë mirë. Po, faleminderit. Çfarë të ka mësuar mamësia dhe bebushi për veten tënde? Më ka mësuar që asgjë nuk është e paarritshme, më ka mësuar që dashuria nuk ka kufi. Po. Deri diku unë tani që kam djalin do bëja çdo gjë për djalin tim dhe nuk e mendoja që ndonjëherë do kishte një njeri në jetën time për të cilin do bëja gjithçka. Gjithçka në kuptimin e fëmijën tënd është mbi gjithçka. E parë, po. Fëmijë. Edhe nuk mund të shpjegohet kjo lloj dashurie sepse siç e thash, është një version, është një dashuri që ti e ndjen vetëm kur e ke djalin tënd, kështu që është shumë e vështirë për ta shpjeguar te tjetri. Secili kur bëhet prind e përjeton këtë gjë. Çfarë të kanë treguar prindrit për ty kur ishe bebe? A isha I qetë, kurreshtare, grindavece në krahasim me Kianin? Jo, unë mendoj që isha shumë më e qetë, Më e qetë. Më e qetë se Kiani, po fëmijët sot janë më ndryshe. Shumë e qetë. Kam qenë shumë e qetë, kam qenë shumë e urtë, ku më lije, më gjije. Po. Mami më linte në një batanie, më ka treguar gjithmonë dhe shkonte punonte Aren, aty më linte. A ke diçka që dëshiron që bebia jote ta përjetojë ndryshe nga ti kur ishe e vogël? Un kam pasur një fëmijëri shumë të bukur, edhe do doja që bebia ime të kishte mundësinë të përjetonte fëmijërinë time, që ishte ato lojrat në lagje, me komçale, me litar, me elastik, sepse sot fëmijët janë vetëm në telefon dhe un nuk do doja që Kiani të përjetonte diçka ndryshe, do doja të përjetonte atë që kam përjetuar unë, atë lloj fëmijërie. Kështu që kjo është përgjigjja. Po s'ka ku ta përjetojnë. Ka kushte moderne.
Çfarë do t'i thoje një nënë tjetër që po kalon një lindje apo periudhë të vështirë pas saj? Do i thosha kërko ndihmë. Njerëzit sot ndihmojnë. Bashkëshorti nuk e ka vetëm për detyrë që të bëj fëmijë, ka për detyrë që edhe të ndihmoj, kështu që kërkoni ndihmë tek njerëzit tuaj, tek familja, tek mami, domethënë mos ndonjëherë duam të tregojmë, ndonjëherë duam dhe të tregojmë që unë ja dal vet, unë jam më fort, unë i bëj të gjitha. Ndonjëherë thjesht tregoni atë anën e butë dhe kërkoni ndihmë. Si për shembull unë i thash mami të lutem hajde se nuk dua të ri vet. Unë jam një vajzë e fortë. Edhe ja kam dalë jo po këtej jo po andej. Por doja që këto pas Shtefanit mos ngelesha vet në shtëpi, edhe mora mamin, edhe erdhi mami dhe tani jam shumë mirë. Kështu që mos u tregoni të forta patjetër që duhet patjetër të jeni ju ajo vajza e fortë, nuk kam nevojë për asnjëri. Kërkoni ndihmë edhe mbështetje nga njerëzit tuaj, sepse njerëzit e kuptojnë kur je lehonë që i thojmë, pra që je direkt pas lindjes edhe të ndihmojnë, si për të gatuar, si për mbështetje, si për një për të mbajtur pak djalin apo fëmijën. Kështu që kjo është këshilla ime. Edhe këto ishin pyetjet. Çfarë do thuash në një gjë të fundit, mami, ndonjë mesazh për të gjitha gjyshet që sapo janë bërë gjyshe? Të gjitha gjyshet që janë bërë gjyshe si puna ime, të jenë shumë të lumtura, t'i ndihmojnë fëmijët e tyre kur ka nevojë. Sepse dhe fëmijët e ndihmojnë, po gëzojnë edhe vetë, e shikon nipin, besën. Merrni kohë pra për marrim kohë për fëmijët tanë. Për nipin. Dhe kënaqemi me niprit dhe fëmijët tanë. Që ata kanë nevojë. Kemi. Sado që të rritemi, nevoja për mamin, për prindrit është gjithmonë aty. Sidomos për dashuri, për mbështetje dhe për faktin që nuk jemi vetëm në këtë periudhë. Patjetër. Shumë faleminderit që u bëre pjesë e videos. Shpresoj që ju ka pëlqyer videoja, edhe pyetjet ishin shumë të bukura. Ciao. Ciao.